parlamenti, as për t'ju thënë që kam ardhur këtu të marr një llok të studentëve, që të them që jam këtu për të marrë mbështetjen e studentëve, unë I dua ata student, atyre bravo I qoftë që po e ndryshojnë historinë e këtij vendi, por unë kam ardhur këtu për një arsye të vetme. Për t'ju thënë ju që rrini në për kafe aty, që asnjë nuk është në këtë seancë, dhe këtu kushdo që fol ishte kry hajdut, që asnjë nuk e doni këtë vend, dhe s'keni për ta dash, dhe nëse doni ju ndryshim në këtë vend, sillni kodin zgjedhor këtu. Mos e mbani listat e mbyllura. Silleni këtu ta votojmë. Dhe atëherë do pastrojmë këtë parlament, do pastrojmë këtë kasë politike dhe do e ndryshojmë këtë vend. Doni ndryshim për studentët, ndryshoni auditorët, ndryshoni kapni ato pedagogët aty. Kjo është pra, ky është ndryshimi. Nëse doni këtë vend, mendoni seriozisht për vendin tuaj dhe mos hajdeni këtu të na bëni show politik sepse jemi të ngjeshur, jemi të ngopur. Ky vend është I ngopur. Këta studentë që dalin aty jashtë nuk dalin sepse vetëm thjesht duan ndryshime. Ata janë të lodhur nga çdo politikan. Ata janë të lodhur nga ju, nga këta, nga çdo lloj politikani. Kanë humbur besim nga çdo njëri prej jush. Ju falenderit.